Në Republikën e Malit të Zi më 29 mars do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare për cilat popullsia shqiptare nuk duket fort e interesuar pasi ato nuk pritet të sjellin ndonjë ndryshim të rëndësishëm në skenën politike të Malit të Zi. Të zgjedhurit vendor në komunën e Ulqinit dhe komunën urbane të Tuzit, komuna këto të populluara thuajse tërësisht nga shqiptarët, shpresojnë një përfaqësim sa më të gjerë të popullatës shqiptare në parlamentin e ardhshëm, si dhe në përmirësimin e pozitës së shqiptarëve dhe të proceseve decentralizuese në Malin e Zi. Korespondenti Pullum Sulo njofton nga Tuzi. Ulqini dhe Tuzi janë dy komuna të populluara më së shumti nga shqiptarët në Mal të Zi. Drejtuesit e këtyre komunave shprehen se zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë një provë e re për partitë politike shqiptare për të kandiduar për deputet përfaqësuesit më të drejtë të shqiptarëve. Kryetari i komunës së Ulqinit, Gzim Hajdinaga, thosë se faktori politik shqiptar në Mal të Zi është i ndarë, gjë që çon në shpërndarjen e votave dhe jashtë partive nacionale shqiptare. Dhe për fat keq thash, këto ndarësi janë aktuale për arsye se votat përpjestohen dhe kanë herë digjen dhe i kalojnë atje ku nuk duhet të jenë. Pra, ndoshta mund të ndodhë që jo të 3 mandatet i fitojnë Partisë Shqiptare Nacionale dhe shumicet kalojnë në raport në radhë tjera. Normalisht që edhe ata janë shqiptarë, por programet e tyre partijake nuk janë kryekput të formuluara për kërkesat tona për drejtat dhe për statusin më të mirë të shqiptarëve në Mal të Zi. Edhe kryetari i komunës urbane të Tuzit, Maliqun Mulaj, shpreh se vetëm partitë politike shqiptare mund të përfaqësojnë në nivelin e duhur interesat e shqiptarëve në parlamentin e Malit të Zi. E besoj që këtë do të varet edhe prej vetë qytetarëve, prej vetë zgjedhësve, mirë po do ishte e mirë që për fund se një prezantim kvalitativ nuk mund të bëjnë asnjë subjekt politik jashtë subjekteve politike nacionale, sikur janë aktualisht partitë politike të cilat vetëm veprojnë dhe jetojnë në Mal të Zi, të cilat i kemi aktualisht 5 parti politike të cilat do të kandidojnë për antarët e tyre për vendet e deputetëve në parlamentin e ri të Malit të Zi. Si kryetari i komunës së Ulqinit, ashtu dhe ai i komunës urbane të Tuzit shpresojnë se pas zgjedhjeve të 29 marsit të përmirësohet pozita e popullit në pakisë, përfshirë edhe ajo e shqiptarëve, si dhe të thellohet procesi i decentralizimit, duke i dhënë më shumë të drejta njësive vendore të populluara nga shqiptarët në Mal të Zi. Presim pra të kenë përfaqësues të denj, të cilët do dinë të artikulojnë kërkesat për statusin më të mirë shqiptarëve në Mal të Zi, dhe aq më tepër kur flasim për shqiptarët si pakicë specifike autoktone, të cilët deshme apo s'deshme, ne normalisht këtë e kërkojmë ta pranojnë edhe tjerët, dallojmë nga tjerët. Pra statusi i pakicëve sa tash në një standard fare tjetër, do të jetë nesër edhe më mirë, sepse vetë qeveria e Malit Zi ka këto pretendime, ka lanë hapësinë. Pas konsultimit të ri të kuvendit të kenë sens për nevojat më të nevojshme të cilat paraqiten para popullit shumicës të kësaj treve, pra popullit shqiptar, e ajo është pyetja gjitha pyetjeve, formimi i komunës së plot për këtë trevë, nëpërmes cilës mendoj se do të realizohen të drejtat për cilat ka nevojë kjo popullat, për cilën ka nevojë kjo trevë. Ndërkohë, shqiptarët në Mal të Zi nuk duken dhe aq të interesuar për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 29 marsit, të cilat, siç ka të ngjarë, nuk pritet të sjellin ndonjë ndryshim të dukshëm në skenën politike të Republikës së Malit të Zi. Për Zërin e Amerikës, nga Mali i Zi, Pullum Sulo.